Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi ka transmetuar një video mesazh ku shfaqet i irrituar pas vendimit të gjykatës për evazion fiskal. Në një video emocionale 9 minutëshe, Berlusconi ka denoncuar vendimin si të bazuar mbi asgjë dhe që më privon mua nga të drejtat e lirisë dhe politikës. Berlusconi tha se ishte viktime pafajshme akuzave dhe gjyqeve që nuk kanë lidhje me realitetin. Ai përshkroi më shumë se 50 çështje gjyqësore në të cilat ai është përballur si një ngacmim të mirëfill gjyqësor të paprecedent në botën e civilizuar. Ai kritikoi rekordin gjyqësor të vendit duke thënë: "A është kjo Italia që kemi adhuruar? Absolutisht jo. Ky është dënimi i parë definitiv i biznesmenit miliardier pas hetimeve kriminale prej disa dekadash." Gjykata urdhëroi dhe një rishikim gjyqësor nëse ai duhet të ndalohet nga mbajtja e posteve publike. Berlusconi, 76 vjeç, nuk pritet të shkojë në burg për shkak të moshës së tij. Vendimi nga Gjykata e Kasacionit të Romës erdhi pas seancave dëgjimore 3 ditore, gjatë të cilave Berlusconi ka munguar në gjykatë. Ish kryeministri u dënua me 4 vjet të burgim në fund të gjyqit të tetorit të kaluar, kështu që është reduktuar automatikisht në një vit pas amnistisë së vitit 2006.